Këto pamje i përkasin serave të fermerit Ylli Doksanit të Njësisë Administrative Kozar Bashkia Kuçov, ka kultivuar këtë sezon rreth 3 dynym sera me spec, një kulturë që tregtohet në tregun vendas, eksportohet dhe furnizon dhe industrinë përpunuese kryesisht në Kosovë. Aktualisht, 1 kilogram spec blihet nga pikat e grumbullimit me 40 deri në 50 lekë, megjithatë sfida më e madhe për fermerët mbetet tregu dhe mungesa e fuqisë punëtore. Prej më shumë se 2 dekadash, fermerët e zonës fushore dhe kodrinore të fshatit Sals Kozar janë përqendruar në kultivimin e specit, duke e kthyer atë në një nga kulturat kryesore bujqësore të zonës. Fermerët shprehen se çmimi aktual nuk është i mjaftueshëm për të përballuar kostot e larta të prodhimit. Ata kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet bujqësore, pasi shpenzimet për punimin e tokës, plerat kimik, trajtimet dhe ujitjet janë rritur ndjeshëm. Kultivimi i specit kërkon kujdes të përditshëm dhe prani të vazhdueshme të fermerit në sera, ndaj prodhuesit kërkojnë politika që të mbështesin bujqësinë dhe të garantojnë një treg më të qëndrueshëm për prodhimin vendas.